Brunilda Mersini, e cila tashmë është shpallur kandidate për Bashkinë e Vlorës, përbën një ndër rastet më skandaloze të kapjes së politikës nga krimi i organizuar. Burimet shumëta pohojnë se ajo është vendosur në këtë garë me porosi direkte nga rrjete kriminale që prej vitesh kontrollojnë ekonominë e jugut dhe veçanërisht zonat bregdetare. Profili familjar i saj është thellësisht komprometues dhe tregon qartë lidhje të ngushta me individ të dënuar për vepra të rënda penale, që nga trafiku ndërkombëtar i drogës, organizatat mafioze dhe deri te pastrimi i produkteve të veprës penale. Ajo është motra e shtetasit Algjin Albani, i njohur në botën e krimit Sigjili, i cili është dënuar me 14 vjet burgim në shtetin italian dhe për pjesëmarrje në organizat mafioze dhe trafik të lëndëve narkotike. Një tjetër lidhje alarmante është ajo me Renardon Albanin, i njohur si Nardi, kushëri i afërt i dënuar po ashtu për organizat kriminale dhe trafik droge me një vendim të formës së prerë prej 14 vjetësh burg. Aktualisht sipas të dhënave të disponueshme, ai ndodhet nën mas siguria arrest me burg për përfshirje në aferën e incineratorëve, një nga skandalet më të mëdha financiare të tranzicionit shqiptar. Por pjesa më tronditëse e këtij mozaiku kriminal është lidhja gjaku që Brunilda Mersini ka me figurën e njohur të botës së krimit Alfred Shkurti, i njohur si Aldo Bare, një nga bossët më të rrezikshëm të mafjes shqiptare, i dënuar për krime të shumta, përfshirë vrasje dhe drejtime organizate kriminale. Ajo është vajza e dajës së tij, që e vendos në qendër të një rrjeti të trashëguar të lidhjeve të errta mes politikës dhe botës së krimit. Në vend që të ishte subjekt hetimi për pastrim parash dhe lidhje me individ me precedent penal, ajo promovohet si përfaqësuese politike dhe më tej si kandidate për njërin prej bashkive më strategjike të vendit, Vlora, portën kryesore të jugut dhe nyjen më të rëndësishme për investime, turizëm dhe pasuri publike. Kjo kandidaturë shihet si një lëvizje e koordinuar e grupeve të krimit të organizuar, të cilat përmes saj synojnë të konsolidojnë kontrollin mbi pasuritë bregdetare, tokat e vyera në Trajgjas, Orikum dhe zonën e Zvërnecit, duke i kthyer këto territore në një koloni kriminale, ku politika është thjesht fasad dhe vendimarrjet merren në prapasken. Në qarqet investigative flitet se i gjithë procesi i tranzicionit pronave në Trajgjas, si dhe disa projekte të reja ndërtimore në zonën e Radhimës dhe ujit ftohtë, janë të lidhura drejt për drejt me strukturat që mbështesin politikisht Brunilda Mersinin. Në thelb rasti i saj tregon më qartë se kurrë më parë se si krimi i organizuar jo vetëm ka depërtuar në politikë, por tashmë po e përdor atë si mjet për legjitimim, pastrim dhe kontroll të territorit. Nëse institucioneve të drejtësisë u mbetet vetëm roli i spektatorit, atëherë kandidatura e Brunilda Mersinit nuk është thjesht një skandal elektoral, por një provë qartë e kapjes përfundimtare të pushtetit vendor nga struktura kriminale.